Spari, gjykata nuk e ka kriju as Rusia, as Serbia. E ka kriju Parlamenti i Kosovës dhe financon Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zvicra, Norvegjia, Britania e Madhe dhe Turqia, të gjithë aleatët e Kosovës. E dyta, unë thash që qeveria e Albin Kurtit për çfarë e nisën ata subvencionimin e saj? Për çfarë lloj? Për çfarë lloj kompetence i dhan ata? Çfarë kompetence i dhan ata? A i dhan kompetencë shpinë e verdh edhe ata? Lere tani se ata që e votuan ishte pikrisht partia e Hashim Thaqit dhe LDK-ja. Vetëvendosi nuk e ka votuar këtë... Po lere se për të votuar në ashtë, opozita gjithmonë nuk votuar asë në gjetë qeverisë, qartë është ajo. Po këta nëse e votuan vetëm për shpinë e verdhë, vetëm për krimet të vendë, i akuzonin ata për asë gjetë Beqiri, bivendoset studio me Skype-in dhe kryohet problem. Po, në Zvedin. Bëj pak durim, Beqiri. Po, në Zvedin. Pavarësisht, kur tekstin deputetët nuk ishin analfabet. Ata lexuan atë se çfarë po vendosen, çfarë autonomie i dhanë kësaj gjykate, të gjithë dhe tani ata deputetë të cilët ka shkuar për te ligjit që të emëruar. Ka prodhuar legjislacion, nuk respekton legjislacionin e Kosovës. Ka bërë një akt akuz që nuk ka lidhje me kodin penal të Kosovës. Ka te kaluar. Lëreni të mbaroj. Lëreni i Kosovës apo jo? Idajet, të lutem lëre të mbaroj. Të mbaroj në Zvedinin. Veç pak. Po. Qeveria Albin Kurtit i ka dhënë 30 milion euro dhe i tash për avokatët më të mirë në botë. Po mirë më mirë, këtu e këti mendjen është të 30 milion. Idajet, të lutem. Idajet, lëre të mbaroj. Ish presidenti në rendis vetë të shikoj një. Lëre të mbaroj. Të lutem. Beqiri. Shiko, ato para janë nga taksat e mia, nuk janë nga taksat e Idajet Beqirit. Përse Edi Rama nëse donë të paraqitet patriot, nëse donë të mbrojë shokët e vetë atje në Hagë, pse nuk thotë që qeveria Shqipërisë po paguën 15 milion euro, gjysmën e shumës po ja paguën avokatët atje. Kjo është banalizimi i situatës për parash. Banalizimi, po nuk ka nevojë fare për ato që ka paguar qeveria e Kurtit. Sepse po të bëj thirrje ne shqiptarëve i paguajmë ne, nuk kemi nevojë për qeverinë neve, për të mbrojtur lirinë e Kosovës e UÇK-n. Ju e keni kthyer biznes në punë. Beqiri. Shikon, nëse kjo është çështje e Kosovës, le të mbetet çështje e Kosovës. Nëse çenke çështje e Shqipërisë, atëherë duhet që Shqipëria të marrë hisën. Po mirë më mirë të Kosovën merre çojën Serbiti se ti atë mendje ke. Jo, po le tani. Ti Kosovën merre çojën me Kosovën Shqipëri. Beqiri. O spioni shokut të vet. Merre tani mos më Tani shikoni se si ktheni me Kosovë thua Shqipëria. Mos u ktheni. O Beqiri, të lutem. Ktheu, mos u ktheni në personale, qëndroni në argument. Ju kërkoj të dyve. Po tjetë për personale, ky person në vitin 1991, kur ishe qunë i ri, më ka bërë një intervistë mua, po nuk më duhet, nuk është me interes. Dhe ta shikoj një o zota jo. Nuk është me interes, tani kjo është një gjë personale. Ju lutem, kthehemi këtu. Spaiu, po të dëgjoj. Të lutem, Spaiu po të dëgjoj. Po. Është e drejtë për të protestuar. Natyrisht, mund të protestosh kundër çfarë do institucioni edhe ku do në botë, edhe për çfarë do çështje, edhe për Korenë, edhe për Australinë. Por problemi është drejta morale për të protestuar. Kush po proteston në atje në gjykatën speciale janë gjykatësit më të mirë në botë. Prokurorët më të mirë në botë, avokatët më të mirë në botë. Nuk janë gjykatës më të mirë në botë. Janë gjykatës që kanë kapërcyer edhe kanë shkelur panshmërinë e kanë bërë pyetje si sugje shënuese. Dhe 6% e tyre janë gjykatës që kanë qenë në ULEX dhe ULEX mbahet si mision. Si mision i dështuar. Po ti kur flet unë të ndërpreva. Okej, ti flet sa të duash kur ta mbaroj. Dhe kush proteston? Protestojnë vendet që Kosova e Shqipëria që kanë sistemin gjyqësor në fund pusit. Kush në Evropë ka një sistem gjyqësor më keq se sa Kosova e Shqipëria? Në Zvedin, kam një pyetje konkrete. A është pa drejtësi që ata prej 5 vjetësh janë në Hagë? Shiko, në qoftë se kjo është rruga e gabuar, si zgjidhet kjo histori?
Nëse kjo është rruga e gabuar, këtë gabim e kanë bërë ata vetë, sepse ata e kanë votuar një vendim të tillë. Unë besoj që ata kanë zgjedhur më të mirën, kanë bërë më të mirën që kanë mundur ta bëjnë në atë kohë. E kanë votuar të gjykatë, kanë insistuar tek deputetët e vetë që ta votojnë të gjykatë dhe tani përballen me ato pasoja. Tani mirë keq. Jo. Shiko, ajo që po them është më the, o Beqi, të ludem, Necmettin, më the që janë gjyqtarët më të mirë në botë, prokurorët më të mirë në botë e kështu me radhë. Por ndërkohë, ne ndjejmë, nuk e di nëse edhe ti e ndjen kështu, që ka një padrejtësi në këtë mes. Janë 4 njerëz nga të rëndësishëm natyrisht, njerëz që kanë të personifikuar një histori të re të Shqipërisë dhe të Kosovës që ka të bëjë me luftën çlirimtare të Kosovës e tjerë, të cilët gjenden prej 5 vitesh në Hag, të pa gjykuar ende. 3 vitet e para madje nuk kishte filluar ende as procesi dhe ata ishin të mbyllur në qeli. Në 2014. Dhe këtu kemi të bëjmë me një shkelje. Kështu e ndjejmë. Tani, ne po themi, në qoftë që ka shkelje, thonë juristët e shkollës së shokut Enver Hoxha, apo ata juristët e shkollës së shokut Tito. Edhe Konventi Evropian të Njeriut, merë lexoj Konventi Evropian të Njeriut. Ka një konvent. Paraburgimi është përjashtimi jo rregull. Paraburgimi është përjashtimi jo rregull. E ka Konventi Evropian të Njeriut, është dokumenti zyrtar themeluesi i Këshillit të Evropës. Ata krejt çfarë ka mund të bëjë shoqëria kosovare, e ka bërë. E ka bërë, i ka paguar 30 milion euro nga taksat e mia, i ka paguar avokatët më të mirë në botë. Po se është puna avokati, nuk është puna avokati. E kuptova. Procesi gjatë. Necmettin, e kuptova. Procesi gjatë krijon. Po ja rëndojnë situatën atyre.